Shkodra nuk është thjesht një qytet, është një simbol i historisë, i qëndresës dhe identitetit shqiptar. Prandaj, çdo përpjekje për të hapur një konsollat serbe në Shkodër ngre pyetje serioze dhe meriton reagimin e çdo qytetari. Historia nuk fshihet dhe nuk harrohet. Respekti për kombin nuk është ekskretizëm, por është detyrim. Pra, kur bëhet fjalë për interesin e Shqipërisë, heshtja nuk është zgjidhje. Qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë transparencë, llogaridhënie dhe të shprehin hapur qëndrimin e tyre. Tentativat për marrjen e Shkodrës në luftrat ballkanike ne nuk e harrojmë. Dhe a nuk na mjafton neve Tivari, Ulqini, Plava, Shkupi, Manastiri, Ori, Struga, e sa shumë troje të tjera shqiptare të gabritura nga sllavet. Pra, Shqipëria nuk duhet të marrë vendime që anashkalojnë ndjeshmërinë historike të popullit të saj. Dhe, a mendoni se një konsullat serbe në Shkodër i shërben interesit të Shqipërisë apo jo?